Media turke ka shkruar një artikull titulluar "Kompania turke shkakton kaos në Shqipëri" lidhur me aferën e tunelit të Llogaras, ku SPA ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren, njëkohësisht ministre e infrastrukturës Belinda Balluku dhe 5 vartës të saj. Artikulli i plot i SOS-Çu, kompania turke Intekaryapi dhe ASL fitoi tenderin e vitit 2020 për tunelin e Llogaras në Shqipëri për 172 milion euro. Vendimi i kompanisë për t'ia dorëzuar punimet e ndërtimit kompanisë Gjoka për 140 milion euro shkaktoi polemika për një pagesë prej 32 milion eurosh. Opozita ngriti një padi penale në SPAK kundër ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, ngjarjet rreth tenderit për tunelin e Llogaras, i cili ndodhet afërsisht 20 km nga Vlora në jug të Shqipërisë, ka shkaktuar një krizë të re politike në vend. Sipas gazetës shqiptare Politico, kompania shqiptare Gjoka Konstruksion fitoi tenderin e mbajtur në dhjetor 2020 me një ofertë për 140 milion eurosh, por tenderi u anulua. 6 muaj më vonë, tenderi u rihap të erë me kompaninë turke Intekaryapi dhe ASL, që fituan për 172 milion euro. Kompanitë turke Intekaryapi dhe ASL ja dhanë tenderin për 172 milion eurosh kompanisë shqiptare Gjoka Konstruksion për 140 milion euro, pa ngulur asnjë gozhd. Fakti që kompanitë turke gjeneruan 32 milion euro të ardhura pa bërë asgjë, ka shkaktuar kaos në Shqipëri. Opozita ngriti një kallëzim penal në SPAK kundër ministres së infrastrukturës Belinda Balluku.